Punojësit e policisë së shtetit në strukturat vendore do të përfitojnë një shpërblim financiar për 30.000 lekësh, sipas urdhrit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të firmosur më datë 15 dhjetor 2025. Sipas dokumentit zyrtar, shpërblimi jepet si motivacion për angazhimin dhe përkushtimin profesional të treguar gjatë menaxhimit me sukses të sezonit turistik, si dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Vendimi mbështetet në ligjin për policinë e shtetit dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e vlerave të pagës bruto mujore dhe procedurave të shpërblimit. Urdhri parashikon që strukturat e burimeve njerëzore në drejtoritë vendore të hartojnë dokumentacionin përkatës, ndërsa drejtuesit vendor të policisë së shtetit të jenë të angazhuar me zbatimin e menjëhershëm të tij. Efektet financiare do të mbulohen nga buxheti i shtetit i miratuar për vitin 2025 në kuadër të programit Policia e Shtetit. Vendimi për shpërblimin për 30.000 lekësh hyn në fuqi menjëherë dhe synon të vlerësojë punën e punonjësve të policisë në një nga periudhat më intensive të shërbimit gjatë vitit.